Dashi. Sot hëna në shenjën tuaj sjell intuit të fortë dhe dëshirë për reflektim. Nëse jeni në një marrëdhënie, do ndjeni nevojën për të ndarë mendimet pa frikë dhe partneri do ju dëgjojnë me vëmendje, duke thelluar besimin reciprok. Beqarët do jenë tërheqës në çdo takim, por shmangni nxitimin. Lejoni që ndjenjat të lulëzojnë natyrshëm. Në punë, ide të reja do përballen me skepticizëm nga disa bashkëpunëtorë. Tregohuni të qartë në komunikim për t'i fituar besimin. Në planin financiar, kujdesuni me shpenzimet impulsive. Një analizë e detajuar e buxhetit do ju mbrojë nga surprizat e pakëndshme dhe do sigurojë ekuilibrin afatgjat. Demi. Marsi ndihmon të gjallërojë kreativitetin dhe vendosmërinë, ndaj sot nuk do ndaleni përpara asnjë sfide. Në çift do ndiheni më pasionant se zakonisht dhe do ndani dëshirat e zemrës së hapur, duke përjetuar intimitet të thellë. Beqarët priten të mbeten surprizuar nga një takim i papritur, ku do krijohen themele për një histori afatgjatë. Keni shtat mendje përpara se të angazhoheni. Në vendin e punës, projektet që kishin ngecur do marrin hov, fal disiplinës dhe durimit tuaj. Në aspektin financiar, gjendja duket e qëndrueshme, por merrni parasysh rezervat për shpenzimet e papritura dhe investoni me maturi për të shmangur pasiguri. Binjakët. Venusi sot sjell energji sociale dhe dëshirë për bashkëpunim. Do ndiheni më të hapur dhe komunikues. Në marrëdhënie, debatet e vogla mund të zgjidhen lehtë fal qëndrueshmërisë dhe dëgjimit aktiv, duke forcuar lidhjen. Ju beqarët do keni rastin të njihni njerëz interesant në ngjarje sociale, përshtatuni atmosferës pa presion dhe përfitoni nga sinqeriteti i bisedave. Në punë, inovacioni juaj do të vlerësohet nga e prorët, por mbani kujdes ndaj detajeve për të shmangur gabimet rutinë. Financat kërkojnë planifikim më të mirë. Përgatitni një skemë shpenzimesh dhe kursimesh, në mënyrë që çdo hap të jetë i menduar dhe të ruhet ekuilibri i buxhetit. Daforia. Hëna sjell ndjeshmëri të shtuar dhe intuit që do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë nevojat e partnerit. Në çift do keni momente të ngrohta dhe do flisni hapur për planet tuaja të përbashkëta, duke krijuar pasqyrë të qartë për të ardhmen. Beqarët mund të përjetojnë takime që zgjojnë kuriozitetin, por mos lejoni që emocionet të përmbysin reakcionin. Jepini vetes kohë për të reflektuar. Në punë, aftësia juaj për të dëgjuar do të ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve midis kolegëve. Vendosni balans mes kërkesave dhe kapaciteteve. Në aspektin financiar, një propozim i ri mund të sjellë përfitime, por analizojeni me kujdes para se të angazhoheni. Luani. Sot dielli ju bën më të hapur ndaj ndryshimeve dhe ju nxit të kërkoni sfida të reja që të thellojnë pasionin në çift. Në marrëdhënie, surprizat e vogla romantike do forcojnë intimitetin dhe do krijojnë momente të paharrueshme. Beqarët mund të ndërmarrin takime me perspektivë serioze, por ruani balancën mes dëshirës për aventurë dhe qëndrueshmërisë. Në punë do ndjeni nevojën për të drejtuar projekte dhe për të treguar aftësi pullhese. Vetëm një komunikim i qartë me ekipin do sigurojë sukses. Financat kërkojnë strategji afatgjatë. Krijoni fonde rezervë dhe shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur paqen mendore. Virgjëresha. Mërkuri ju ndihmon të jeni të organizuar dhe efikas, prandaj sot mund të finalizoni projektet e cilësisë së lartë. Në çift do ndjeni qëndrueshmëri dhe do ndani ide për planin afatgjatë. Bashkëpunimi do vijë natyrshëm dhe do forcojë besimin. Beqarët do kenë raste për flirtime delikate që mund të kthehen në lidhje të vlefshme. Mbani zemrën të hapur, por analizoni çdo propozim me maturi. Në punë, vëmendja tek detajt do ju bëjë të dalloni, por shmangni përcjelljen e kritikave të tepërta për të mos krijuar tension. Financat duket se rrimë këmbën. Përfitoni nga momenti për të bërë kursime që do ju shërbejnë më vonë. Peshorja. Venusi ju bën ditën tuaj sociale dhe romantike, të ndjeni magjepsës në sy të tjerëve. Në çift, pasioni do marrë me vete çdo moment, por mbani hapësirë edhe për diskutime të qeta për të ruajtur balancën. Beqarët do kenë stesa për takime interesante. Lejoni të linë misi përpara se të hidhni hapa të mëdhenj. Në punë, aftësia diplomatike do ju ndihmojë të zgjidhni mosmarrëveshjet e vogla dhe të ndërtoni ura bashkëpunimi. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Kontrolloni çdo faturë dhe krijoni një plan shpenzimesh që reflekton prioritetet tuaja më të rëndësishme. Akrepi. Plutoni forcon intensitetin dhe vendosmërinë. Sot nuk do ndaleni përpara asnjë qëllimi. Në marrëdhënie, pasioni dhe përkushtimi do jenë në qendër. Surpriza romantike do forcojë thellë lidhjen. Beqarët kanë mundësi për njohje me ndikim të madh, por mos lejoni që intensiteti fillestar t'ju verbërojë. Njihni ditë përpara se të angazhoheni.
Në punë, guximi për të marrë përgjegjësi të reja do vihet re dhe do vlerësohet nga e prorët. Tregoni të guximshëm, por planifikoni çdo hap. Financat do kërkojnë strategji disiplinare për të ruajtur ekuilibrin dhe për të shmangur rreziqet nga investime impulsive. Shigjetari. Sot Jupiteri ju sjell optimizëm dhe dëshirë për liri, do kërkoni eksperjenca që zgjasin përtej rutinës. Në çift, aventura e përbashkët do sjellë emocion dhe do forcojë lidhjen. Planifikoni një udhëtim ose një mbrëmje më ndryshe për të ndezur pasionin. Beqarët do kërcejnë hap pas hapi drejt dashurisë, por duhet të vlerësojnë sinqeritetin e secilit takim për të shmangur shkënimin. Në punë, energjia pozitive do ju mundsojë të përballeni me sfida dhe të ndërmerrni projekte ambicioze. Vështetuni të bashkëpunëtorët për të arritur më lart. Financat duket se rrimë këmbën në vendime të mençura që keni marrë kohët e fundit. Britsjapi. Saturni ju mëson durimin dhe vetëdisiplinën, prandaj sot do përfitoni nga qasja metodike për të arritur sukses. Në çift, besnikëria dhe përkushtimi do jenë themelët e marrëdhënies, duke sjellë siguri dhe ngrohtësi sentimentale. Beqarët mund të fillojnë lidhje serioze që bazohen në respekt dhe bashkëpunim. Lejoni zhvillimin natyral të ndjenjave. Në punë, organizimi i kujdesshëm do ju ndihmojë të finalizoni detyrat me efikasitet dhe të fitoni vlerësimin nga e prorët. Financat janë në një fazë stabilizimi. Vazhdoni planifikimin afatgjatë për të siguruar paqen mendore dhe për të shmangur shpenzimet impulsive. Ujori. Ujori, dielli ju nxjerr me ambicie dhe dëshirë për rinovim. Sot nuk do ndaleni së eksploruari mundësi të reja. Në marrëdhënie, dialogu i hapur do parandalojë keqkuptimet dhe do forcojë raportin. Investoni kohë në dëgjimin e dëshirave të partnerit. Beqarët do kenë stesa për takimet që zgjojnë kurajtin. Keni besim me intuit dhe mos prisni perfektësinë për të hapur zemrën. Në punë, aftësitë tuaja për të menduar ndryshe do sjellin zgjidhje inovative që bashkëpunëtorët do i vlerësojnë. Financat kërkojnë kujdes ndaj detajeve. Krijoni fond rezervë dhe shmangni rreziqet e investimeve të paplanuara. Peshqit. Neptuni frymëzon kreativitetin dhe ndjeshmërinë, të ndiheni të lidhur me emocionet tuaja dhe ato të partnerit. Në çift, fantazia juaj do sjellë lojë dhe romantizëm, duke e bërë marrëdhënien të pasur me surpriza. Beqarët mund të kapen lehtë nga magjia e njohjeve të reja, por ruani pak largësi për të vlerësuar sinqeritetin e tyre. Në punë, intuita do ju udhëzojë drejt projekteve më premtuese dhe do ju ndihmojë të zgjidhni çështjet komplekse me lehtësi. Financat fillojnë të rinë këmbën fal vendimeve të mëparshme të mençura. Vazhdoni të planifikoni me kujdes për të siguruar stabilitetin afatgjat. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!